Një moment i veçantë dhe plot emocione ka bashkuar familjen e Jakub Krasniqit, edhe pse largësia dhe mungesa vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë së tyre. Vajza e vogël e tij, çlirimtarja, është fejuar zyrtarisht me partnerin e saj, Ronin, në një histori që ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Lajmi u bë publik nga vëllai i saj, Altin Krasniqi, përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, ku tregoi se kërkesa e Dorës dhe bekimi i babait ishin bërë 2 muaj më parë në Hag, aty ku Jakub Krasniqi po vazhdon të qëndrojë prej vitesh në paraburgim. Sipas rrëfimit të Altinit, Roni kishte udhëtuar drejt Hagës për të kërkuar dorën e çlirimtares dhe për të marrë bekimin e babait të saj, një moment që familja e konsideron teje të rëndësishëm dhe simbolik. 2 muaj më parë, Roni ishte në vizitë te babai për të kërkuar dorën e çlirimtares dhe bekimin e tij. Sot edhe zyrtarisht, çlirimtarja dhe Roni janë të fejuar, shkroi ai. Por postimi nuk ndalej vetëm te lajmi i bukur i fejesës, në të reflektohej edhe pesha e viteve të fundit që familja ka kaluar mes mungesës së pritjes. I kaluam këto 6 vite mes dhimbjes dhe gëzimit, dhimbje për mungesën e babait, por her pas here arritëm që t'i dërgonim çaste lumturie me të arriturat tona profesionale dhe familjare, thuaj Motej në mesazhin prekës. Altini shprehu edhe shpresën që kjo të jetë hera e fundit që familja detyrohet t'i ndajë momentet më të rëndësishme të jetës mes Kosovës dhe Hagës, duke uruar kthimin e babait dhe të bashkëluftëtarëve të UÇK-s në Kosovë. Duke uruar dhe shpresuar që kjo të jetë hera e fundit që detyrohemi të ndajmë gëzimin mes 2 shteteve dhe duke uruar për kthimin e babait dhe të shokëve të tij në Kosovë, uroi edhe çiftin e ri që ta gëzojnë jetën së bashku, përfundon postimi. Fejesa e çlirimtares është shpritur me shumë urime dhe reagime pozitive në rrjetet sociale, ku shumë qytetarë kanë komentuar emocionet që përcolli ky moment familjar, i ndarë mes gëzimit të një fillimi të ri dhe mallit për praninë e munguar të babait.